Shenja e luanit është shenja gjatë kësaj jave do të ketë një aktivizim vërtet shumë të madh. Do të duan që të jenë vërtet shumë aktiv, por nga ana tjetër nuk do dinë se ku të veprojnë. Mbi të gjitha mund të ndjehen në një sulm shumë të madh, probleme në çift, në të njëjtën kohë duke qenë se Jupiter do zmadhojë gjithçka që ata kanë në subkonsciencën e tyre, mund të kemi probleme vërtet shumë të rëndësishme. Këshilloj që të jemi vërtet shumë përzgjedhës në gjitha temat të cilat ne duam që të hapim në këto momente. Pra jo gjithçka duhet thënë, dhe pak më tepër që mund të ngjelet pak më tepër hatri. Për ta kemi një aktivizim në lidhje me çështjet sentimentale, pra mund të kemi fillime të reja ose mbarimin e një periudhe që ata mund mos i ndjerë të vlerësuar. Ishin më tepër në kërkim të lidhjeve të reja. Në këtë rast do të këshilloj, sidomos ata që nuk janë në një lidhje, të përzjedhin mirë personaqërinë e tyre, pra të mos marrin një njerëz thjesht për të qenë në lidhje. Në përgjithësi do të kemi një zhvillim shumë të madh gjatë gjithë kësaj jave, sipas sa i përket karrierës së tyre, vlerave materiale, gjithçka që ne mund ta prekim gjatë kësaj jave. Për shenjën e Luan do të zhvillohet edhe më tepër.